ka zyrtarë që kanë probleme me integritet dhe ne këtë punë po e bëjmë çdo ditë që përkundër tash edhe suksese dhe të arritura ka element që e cënojnë integritetin dhe këtë luftë ne po e bëjmë çdo ditë që ta mbrojmë policinë pikërisht nga këto dyshime. Policia e Kosovës ka probleme integritet për brenda? Në radhë të policisë të Kosovës ka zyrtarë që kanë probleme me integritet dhe ne këtë punë po e bëjmë çdo ditë që ti eliminojmë këto dobësi dhe të adresojmë përgjegjësinë për gjithë ata zyrtarë që nuk kanë integritetin e mjaftueshëm për të ushtruar detyrën dhe masat e ndërmarra, kallëzimet penale të ushtruara janë pikërisht këtë që ne ta ndihmojmë policinë që të pastrojë radhët nga elemente inkriminuar në kuadër të saj. Policia e Kosovës është një organizatë e madhe, përkundër tash edhe suksese dhe të arritura, ka element që e cënojnë integritetin dhe këtë luftë ne po e bëjmë çdo ditë që ta mbrojmë policinë pikërisht nga këto dyshime. Po kemi edhe raste, zotër Hodaj, kur inspektorati ka dorëzuar kallëzimet penale, po ato janë hudhë për shkaqet që nuk i ka konsideru pra prokuroria me prova të mjaftueshme dhe çata njerëz të cilët janë hetuar, arrestuar, suspenduar prej inspektoratit policor të Kosovës janë kthyer punë, edhe ata me grada të larta. Çështja e kompetencave është e ndarë. Sigurisht, parimisht ne kemi bashkëpunim të mirë me prokurorinë e shtetit dhe të gjitha këto suksese janë hetime penale të finalizuara me autorizime dhe në bashkëpunim të ngushtë me prokuritë e ndryshme, me prokurinë speciale dhe me prokuritë themelore. Ka raste të cilat ne dyshojmë fillimisht që ka shkelje penale, i dërgojmë kallëzime penale, pastaj është vlerësimi prokurorëve për raste saktuara që të hodh poshtë në kallëzim penal apo të vazhdojmë me tutje me akt akuzë, është çështje e vlerësimit të prokurorive, duhet të vlerësohet rast pas rasti dhe nuk mund të flas në përgjithësi, po parimisht bashkëpunimi ndërinstitucional është jashtëzakonisht i mirë, por ne nuk kemi autoritet që të gjykojmë vendimarrjen e prokurisë apo të gjykatave. Për këtë insistova edhe në pjesën e parë që diskutuam, ne po insistojmë që ndoshta të kemi autorizime shtesa i përket trajtimit të rasteve disiplinore, që edhe kur nuk arrihet të dëshmohet vepra penale apo krye veprës penale, të paktën të përgjigjen për çështje disiplinore nëse rastet lidhen me ushtrimin e detyrave të punës dhe me shkeljet që kanë bërë. Shpeshherë ndodhet që nuk plotësohen elementet e veprës penale çka kërkohen me kodin e procedurës dhe çka duhet ta bindim një prokuror për të ngritur akt akuzë, mirë po mund të ketë elemente të mjaftueshme që ata zyrtarë të mos i ushtrojnë ato funksione, ato detyra apo të mos janë fare pjesë e policisë së Kosovës. Kjo e përmendet Kjo ishte arsyeja pse ju pyeta më herët edhe për çështjen e disiplinës, edhe ju tani e përmendet, është fakti që shumë shpesh kemi raportuar që edhe shkeljet të rënda në disiplinë kanë kalu, pra nuk janë ndëshkuar themi edhe në aspektin e brendshëm të policisë së Kosovës. Kjo është një autoritet i policisë së Kosovës, një departament i përkast të policisë së Kosovës. Ne gjithashtu kemi bashkëpunim të mirë edhe me ta dhe i referojmë shumicën e rasteve që nuk kanë elemente penale të departament. Mund të ketë raste kur ndoshta edhe ne nuk pajtohemi me mënyrën e gjykimit apo mënyrën e vlerësimit nga ana tyre. Her pas heri bëjmë kontroll dhe bëjmë mbikëqyrje përmes raportit të inspektimit, mirë po prapë është bindje e lirë e organit kompetent që ka atë kompetencë për ta ushtruar dhe nuk është që mundem edhe shumë të ndërhyjmë në autoritetin e komisioneve përkatëse kur vendosin me liru apo me ndëshkuar një zyrtar policor.